Rikthehemi edhe pas një pike muzikore këtu në studio, ku do të kemi një lidhje të drejtpërdrejtë me gazetaren tonë nga Ritmi i Ditës, Gjanan Halili, e cila do të na informon edhe për fillimin e regjistrimeve në shkollën fillore Liria, ku do të ketë bashkëbiseduese edhe drejtoreshën e kësaj shkolle, Teuta Idrizi. Tani kemi lidhjen të drejtpërdrejtë, shpresoj që Gjanani po na dëgjon dhe të informohemi për gjithçka që ato kanë përgatitur për ne. Po studio ashtu si që paralajmëruat edhe ju, nga dita e premte ka filluar edhe më regjistrimi i fëmijëve në klasë të parë apo fillorisëve, të themi dhe gëzimi i tyre më i madh është pikërisht ajo ditë kur regjistrohen në shkollë. E sot jemi ne edhe në shkollën fillore Liria, ku jemi këtu edhe me zonjën drejtoresh, zonja Teuta Idrizi, me të cilën do flasim rreth regjistrimit të fëmijëve në klasë të parë. Zonja Teuta, na thoni se fillimisht çfarë dokumentacioni është i nevojshëm dhe çfarë duhet të dorëzojnë prindërit për regjistrimin e fëmijëve të tyre në klasë të parë. Ashtu, do me thëmë prej ditës së premte, veç më ka filluar regjistrimi i nxënësve në klasë të parë. Dokumentet e nevojshme për regjistrim janë certifikata e fëmijët, vërtetim për vakcinat që i kanë pranuar nxënësit, vërtetim prej oftalmologut, mjekut të syre, vërtetim prej dentistit. Po ashtu do duhet të plotësojnë edhe një lloj aplikacioni për regjistrim, të cilën e kemi formuluar ne si shkollë. Kështu që gjithë kjo janë ato dokumente të cilat janë të nevojshme për regjistrim. Mirë, po nga ana tjetër ne kohëve të fundit, ju e dini viteve të fundit kemi edhe nxënës të cilët me nevoja të veçanta. Do doja po edhe të pyes se si është kapaciteti i shkollës për këto, pikërisht për këto nxënës. Për regjistrim të këtyre fëmijëve, do me thënë përveç këtyre dokumenteve të rregullta, na duhet edhe një mendim nga komisioni për mbështetje arsimore dhe sociale. Do me thënë prej KNF-s, që me diagnozë, me qëllim është që atyre fëmijëve të cilëve u takojnë asistent arsimor që të mund t'i shoqërojnë gjatë realizimit të procesit edukativ arsimor. Po, a jeni të përgatitur me asistent mjaftueshëm shkolla? Po, në shkollën tonë, të gjithë nxënësit të cilët kanë nevojë, të cilët janë me nevoja të veçanta, do me thani kanë asistentët arsimor, sa i përket që përmendet kushteve, tani ne po mundohemi të adaptohemi me aq mundësi sa kemi. Mirë, po si do qoftë, edhe këta fëmijë kemi në mesin tonë, edhe mendoj se puna po shkon ashtu si duhet, socializohen, përcjellin procesin, edhe kështu që gjithçka po shkon ashtu dhe siç duhet. Sa nxënës pritet të regjistrohen këtë vit në klasët e para, në përgjithësi edhe në komunë, po edhe në shkollën tuaj? Po tani po flas për shkollën tonë, në bazë të listave të cilat i kemi prej ministrisë, presim afro rreth 100 nxënës, të cilët i takojnë rajonit tonë, me që ju e dini tani edhe me ligjin për arsim fillor, me ndryshimet ligjore, po shkojnë pak ma strikt, do me thëmë pranojnë vetëm nxënësit të cilët i takojnë rajonit tonë. Po, sa paralele prafërsisht priten të hapen në klasë të parë? Do vazhdoj me 4 paralele, ashtu si kemi qenë, prej të cilave 3 janë me mësim klasik, edhe një paralele do jetë me mësim tërditor. Do me thënë ju edhe po shkolla juaj që 3 vite më tani edhe e aplikon këtë mësimin tërditor për të gjithë ata prindër të cilët janë, po, ka nevojë dhe janë pamundësi që të kujdesen vetë për fëmijët gjatë orarit të punës. Fëmijët e cilit vit të lindjes këtë vit regjistrohen? Këtë vit shkollor regjistrohen fëmijët e cilët kanë lindur në vitin 2019 dhe gjërë në fund të vitit kalendarik i mbushin 6 vjet. 2019 dhe deri në fund të vitit i mbushin 6 vjet. Kështu që e le ta dinë ata që po na ndjekin në këtë moment. A përfshin procesi i regjistrimit edhe ndonjë testim psikologjik ose vlerësim të gatishmërisë nga vetë shkolla? Ashtu, ne paraprakisht. Se në kohën tonë ka qenë ashtu, na shkruanin pesat e dora. Ne paraprakisht, para se të fillojmë me regjistrimin, kuptohet, formojmë komisionin prej 3 antarëve, ku hynë pedagog, psikolog edhe arsimtar të cilët do ligjërojnë në klasën e parë. Dhe këta fëmijë, do me thënë, kalojnë një test ku shifen para njohurit edhe para përgatitjet e tyre për
ta viju procesin. Procesin edhe mësimar. A ka ndonjë risi apo ndryshim këtë vit në procedurat e regjistrimit përpos aplikacionit që e përmendet si shkollë ju vetë që e keni menaxhuar? Do me thënë, shkoj me dokumentet e njëjta, ndryshime nuk ka, a këtë aplikacionin neve kemi bërë çdo vit, po? Për shkak se aty, do me thënë, futen edhe dhanat e prindërit, arsimimin, dhanat personale, ato informacionet të cilat ne kemi të nevojshme t'i kemi. Është më e lehtë edhe për ju. Për komunikimi, për cilja fëmijët e kështu me radhë. Si i këshilloni prindërit që ta përgatisin fëmijën e tyre për këtë hap të parë kaq të rëndësishëm, se e thash edhe në fillim, është një etapë e rreme e jetës së tyre ku ata e fillojnë nga ky moment që regjistrohen në klasë të parë, për ta vetëm shkolla dhe dia do jetë gjithmonë mbrapa supeve të tyre. Po, shife, sikur për fëmijën edhe për prindin është janë emocione të veçanta për shkak se me vetë faktin kur vinë ta të regjistrohen janë gjithë pozitivitet, gjithë energji, kanë kërshëri, ta vizitoj shkollën, ta shohin klasan, edhe mendoj që çka do kisha porosit se me të vërtet i pret një etapë më e mirë e jetës, si prind, mas pari, po ne si shkollë jemi këtu që ata ta vijojnë mësimin ashtu si duhet, me gjitha kushtet e nevojshme t'jenë sigurt, edhe mendoj që edhe bashkëpunimi me ta do t'jetë nivel. Unë ju falenderoj shumë se e dim që jeni shumë të stërngarkuar, pasi që ditën e premte këtë fundjavë juve festoni dhe kremtoni dhe 80 vjetoren. Dhe jeni shumë të stërngarkuar me kohën, ne nuk do ju marrim më shumë kohë, padyshim që do takohemi edhe ditën e premte. Ju falenderoj shumë për kohën, nëse keni edhe ndonjë mesazh për ata që po na ndjekin tani drejt për së drejti, po që është në lidhje me regjistrimin e fëmijëve në klasë të parë, padyshim që e mirëpresim informacionin. Unë do t'i kisha porosit prindrit për shkak se zakonisht muaji maj është ai maj, është koha, periudha kur bëhet regjistrimi, edhe është mirë që gjithë prindërit së bashku me fëmijët t'i sjellin në shkollë edhe ta kalojmë këtë fazën e regjistrimit me kohë, edhe dihet, do me thënë, ai ambienti, mënyra e pranimit këtyre fëmijëve është pak më ndryshe. Në këtë kohë, periudhën kur e kemi të caktuar. E ka një emocion të veçantë. Sa ditë do zgjat regjistrimim? Gjithë muajin maj. Do me thënë komplet deri në fund të muajit maj është regjistrim. Ju falenderit zonja Teuta edhe një herë, shpresoj të takohemi vetëm për të mira. Ju falenderit edhe juve, ishte nderë. Ashtu pra studio, si që na tregoj çdo informacion zonja Teuta Idrizi, regjistrimet më veç se nga dita e premte kanë filluar pikërisht këtu në shkollën fillore Liria. Ju prindër që keni fëmijët nga viti 2019 lindur dhe deri në fund të këtij viti mbushin 6 vite, i keni dyer të hapur dhe jeni të rajonit Çajirit, i keni dyer të hapur për të regjistruar fëmijët e juaj në shkollën fillore Liria, apo nga kudo që na ndiqni, kushtet më veç se i dini dhe normalisht ju urojmë shumë suksese fëmijëve dhe filloristëve. Studio? Të faleminderit shumë Gjanan për të gjitha informacionet që ndatë së bashku edhe me drejtorishën e kësaj shkolle. Shpresoj që të gjithë prindërit që po ju ndjekin në këto momente të kenë informacionet e sakta, po ashtu të gjitha informacionet e duhura. Besoj që ky material ju ka ndihmuar çtimarrjen dhe që të regjistrojnë fëmijët në një shkollë mjaft të mrekullueshme siç është edhe shkolla e fillore për fëmijë e shkolla Liri.